Kapiteneria e Portit Detar të Vlorës ka pezulluar lundrimin detar për mjetet e vogla lundruese dhe mjetet e peshkimit, duke nisur nga ky shtunë deri ditën e hënë. Në njoftimin zyrtar të bërë publik për media, bëhet me dije se shkak për pezullimin e lundrimit është era e fortë bregdetare me drejtim jug-juglindje, e cila shkakton në gjithë dallg deri në 2.5 metër lartësi, ndërsa në det të hapur dallg deri në 4 metër lartësi. Anijet e peshkimit dhe mjetet e vogla lundruese kanë të pamundur të udhëtojnë duke patur parasysh lartësinë e dallgëve. Gjithashtu, era e fortë bregdetare, e cila fryj me shpejtësinë nga 25 deri në 45 metër për sekond, bën që fuqia e detit në gjithë të shkojë deri në 7 ball, ndërsa në det të hapur të shkojë deri në 8 ball. Sipas njoftimit të kapitenerisë, tragedi i linjës me Brindisin do të vijojë lundrimet në normalitet. Ky traged mund të përballojë një forcë më të madhe deti se kaq. Tragedi i linjës do të vijojë punën në normalitet me përjashtim të ditës së diel ku ka anuluar mbritje në Vlorë. Bëhet me dije gjithashtu se administratorët e mjeteve lundruese duhet të sigurojnë në Bregdet këto mjete për të shmangur përplasjen e tyre me kalatat e portit, duke sjellë dëm materiale. Situata hidrometeorologjike sipas kapitenerisë së portit të Vlorës pritet të përmirësohet rreth orës 6 të mëngjesit të ditës së hënë. Pas kësaj ore, mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit do të lejohen të dalin në det për lundrim.